Mirë se erdhët në emision më të ri në Kanë me një Kosovën. Në Kanë me një Kosovën do të ketë seri të ndryshme dhe edicione të shumta. Kështu që ne për fillim do të mirëmë në çështjet unike dhe veçantë, ngjarje të veteranëve të luftës. Andaj në episodin e parë kemi musafir Islam Kelmendin, Isa, i cili do të na rrëfejë ngjarjet e veta për ndodhit e para luftës, gjatë luftës dhe mas luftës. Ta ndjekim. Përshëndetje dhe miqtë të dashamirë. Gjendemi sot këtu në dritaren tonë në Kanë me një Kosovën, ku ashtu siç ju kemi premtuar, do të fillojmë edicionet tona 20 ngjarje të veteranëve të luftës 98-99. Kam nderin që edicionin e parë po startoj me mikun ton, shokun ton, dashamirin ton Is Kelmendi, i cili do të na rrëfej ngjarjet e tij që vetëm ai brenda mendjes së tij, shpirtit të tij, emocionet të tij i ka përjetuar dhe gjenden brenda mendjes së tij. Andaj ne së bashku do përpiqemi që për ju ta sjellem emocionet reale, të vërteta nga vet autori, vet ngjarja, vet jeta e përjetuar nga në momente të ndryshme. I nderuar Is, mirë se erdhe. Faleminderit tash edhe për ftesën. Jam i nderuar që gjendem në mesin e juve, sidomos në mesin e bashkëftarëve të mi. Ne kemi shumë çka të flasim, se kemi kaluar një kohë me rrugtim gjatë që e kemi vazhduar rrugën aty ku na kanë lënë prind tanë, stërgjyshët, gjyshët, prind. Ne vetëm e kemi vazhduar pjesën e asaj ku kam edhe shpresoj që ka me ardhur edhe kjo ato që dëshiron ky popull, edhe ato që dhe na dëshiron çdo shqiptare të bëjmë ato të shtëpia jonë, të shtëpia etnike me një fjalë. Me siguri që përpjekjet tona brez pas brezi kanë qenë për dinjitetin, mbrojtjen dhe lirinë e popullit shqiptar, rujtjen e kultivimin e etnisë tonë, me shumë sakrifisa, me shumë vujtje, siç e ceket edhe ju që baballarët tanë, gjyshrit tanë, stërgjyshrit tanë kanë vujt në Kosovën tonë të dashur, dhe për këtë ditë që sot ne e bashku po e shijojmë bashkë me brezat e ri. Pikërisht në lirinë që sot ne kemi, edhe jemi duke jetësu, qëllimi jonë edhe qëllimi jem personal është që të brezat e ri të cilët në veçanti janë të lindur pas lufte, të kanë një moment, një ngjarje, një informat drejt për drejti nga njerëz të cilët kontribuan për lirinë e tyre, që ata sot të edukohen, të rriten dhe të bëjnë jetën e lirë këtë liri. Para se me ulshute mesazhet e tuaja, se tregimet e tuaja për ngjarjen e periudhës së luftës së lavdishme për liri, kisha pas dëshirë paraprakisht të na rrëfesh pak ngjarje të jetës tonë para se me u fut në luftë. Flasim për luftën aktive 98-99. Për arsye se ne në luftë kemi qenë gjithmonë. Po, faleminderit të nderuar. Kështu, unë vjen nga një familje, them me drejtën që jam frymëzuar dhe jam rrit një familje e cila ka dhënë historikisht ka dhënë gjem për lirinë që ne sot e gëzojmë. Unë jam gjenerata e 5 e Berezit që e maj men që shkojmë kështu, duke filluar nga Katërgjyshi po i bjen, apo Stërgjyshi. Behram Prokurogja vim nga jo pjesë e Toplicës, fshatrat që sot e asoj dite i kanë ato emra, edhe gjatë luftës që ja kanë bo ato, edhe kanë zhvillu luftat rrepta, lufta kuptohet, ka ndonë nga jo që për të plasur dykun vitet 1876-78, veç ne edhe dalëm
edhe ka kanë arë edhe janë vendosë Malësit Gollakit, fshatin Zllaç. Zllaç është një fshat jo larg Prishtinës, tash besuj se kam vetë para lagje e qytetit, i ka 18 kilometra, edhe është qendra e Malësisë Gollakut. Një nalësi vetëdijare 1210 metra. Thëmë ajo që e thot harta topografike. Babgjushi Behram del aty me 6 djem në kohën e luftimeve, koha e verës, edhe ata që ma ka përcjell Babgjushi Beb, ka pasur me Ramadan, po shokët e luftës ja kanë lënë me Beb, edhe thot që i kishtë tregu, thot jemi kanë, tu e hidh grunin me ato lopatat, me ato tërplotat si që në gjuhën popullore, i kemi vendosë ato, i kemi morë që të thi edhe këta lorë, se s'kam pas mundësi tjera. E nga e datë, e deri me tash, i jetoj aty. E dikon 120 vite datë e përnumëron, Zllaç Prishtinë, pja ka qenë. 6 djem, 4 u duf me adhon ushtrisë atyra, po përëndërisë Osmane, por qatë tokë që e kemi sot e këzorna. E një ndër ta maj veçun që jetë këtu, ka qenë Shaban Prokurogja, bashkëluftar, veprimtari çështës kombëtare, me Isa Buletinin edhe Sadri Kullesin, që ka pasur shok, edhe bashkëluftar, edhe ka qenë një vendit Zllaçit. Tani ka ardhur Babgjushi Rez, Babgjushi janë Beba, Baba Gjemajli, unë jam Gjeneral. E gjithë këta historikisht i ka kaluar ne ose 2 luftë që si ka. Me një fjalë me lidhe me para fjalët përpara që i them që ne populli jonë brez pas brezi kemi qenë të preokupuar dhe të zhytur në luftë për mbijetesë, për ekzistencë dhe për të gëzuar drejtën tonë si shqiptarë që kemi qenë, për arsye se gjithmonë kemi qenë të shtypur. Kjo mendoj unë që ka ardhur gjithmonë si pasojë që me të vërtetë na populli shqiptar kemi qenë bujar dhe mikpritës karshi gjithë kombësive tjera dhe popujve tjerë. Po kjo na ka kthyer edhe gjithmonë në të keq, si thot populli. Normal që gjitha familjet shqiptare janë të frymëzuar me vlerat kombëtare dhe rrugën e saj. Edhe siç e thekë aty brez mas brezi, domethënë kemi qenë të frymëzuar për mi dalë zot vendit në çdo moment që është prit. Për arsye se vetëm rrugë është ajo. Për të kaluar domethënë pjesën më të lavdishme që është historia dëshmon këta që lufta e lavdishme e UÇK-s është kulmi i arrëshmërisë dhe qëllimeve ndër shekuj dhe ndër breza për të finalizuar një mision i baballarëve tonë dhe gjyshve tonë. Si erdhi puna që ti u bëre pjesë e radhitën aktive e ushtarëve për liri dhe të ndash në disa momente që ti mendon që janë më rëndësishmi dëgju brezat e ri. Unë si nxënës, apo si djalë Hazretin familjen tonë, që më stjesë bërç, kum lind mas 20 vite djalë në familjen tonë, 20 vjetë familja jonë, Babgjushi, 2 djemë, edhe asë njoni djemë veç vajza. Edhe tani kur kum lind unë kanë investu Babgjushi, Baba dhe Oxha, familja, 8 një djalë. Edhe qysh atëre si nxënës, klasën e parë shkollë përdorim kanë qu me 4 tesha, me kostume, me kravatë. Elegant, si kërtami. Po, si kërtami. Tash kjo rrjedh aty. E këtu se në këto i kemi na kemi pak mustaqet edhe qystekat trashëgimi edhe familjare. Si nxënës i shkollës mesme. Thëmë drejtën, në atë kohë ka qenë 2 vitet përgjithshme, tani me gjithë. Kanë nxjerr nga punkat e shkollës, se një djalë i ri, se një djalë për syrin e tyne jo i mirë, edhe një shalt kuqe së dhe kam kuqeze në shkollë, edhe për aty i dashme demonstrata, edhe një ditë para një kohë, kur fillun ato edhe shohën që këto po linë diçka, po si diçka dhe më thrasën komisarat
apo atje Ministria e Punëve të Brendshme që ka qenë në të dyshi që është për me intervestuar. Për dyshimet që Po dyshim, unë qashtu qysh kam qenë në shkollë, kam shkollë aty, ma të shallën aty. Sa me të mërshme se kom po aty, teke unë nuk e disha se qka. Edhe që dhonë inspektora shqiptarë kuptohen atë kohë, që më intervestuan. Edhe thonë qka ka këto tek. E poshtë që unë jam ajo i dëshiru shumë për ta, se apo se nxënësi asoj klase, se dhe shkolla ishtë 28 nëntore që e bojke me krenaria të emni. Edhe pas një interviste, se është e gjata e me ta repyr se si kanë rjarë, po nuk shko gjatë ma 2-3 dite, mu më pregaditën dokumentat për rekrutim me shku në komision që i bëjq me atëren njësh, edhe mrena një periudhe mujore, unë veç përfundoj në uniformen e ushtrisë. Ushtrisë. Atë në nënmotën popullore të Republikës Jugosllavie. Se një djallë 18 vjeçare, llogarit. Përjetimet ato s'po flasëm, po i frymëzuar nga padrejtësia, nga ajo që jo kanë bërë ushtarëve tonë që ashën në Kofoma, në Arkivole, edhe unë. Fëta thëmë sinqerisht, kum përjetu shumë aty, se në qatë kohë ndodhe edhe rasti me Aziz Kelimendin. Ishte në gjë se ka qenë vjetor, 1988 edhe unë e kum baru unë këto. Shumë shokë të mitë aty ishin edhe të bërgosën, morën pyetje këto çdo mëngjes, u duk me dhënë intervista që ka tek e si. Po fatmirësisht ja arrita atë. Ndalume gjithçka. As bidit, as kollivot. Këto. Nga jo, kam arë në shpet. Me 19 dhjetor, në 1989. Vitet 90 veç atëre fillun që ato që shkojnë lëvizje tona, e në janar 1990-ës jam nkadru në lëvizjen apo Fronti Nacional Shqiptar. Fronti Nacional Shqiptar. Po, ku është edhe sot gjenerali unë shquar Patvesopi, edhe djali o Gjestina Savresopi, one jam antarësu në ato dhe kemi zhvilluar, kemi filluar aktivitetet tona me pajtimet e gjoqëm, me ato, po, njëra ndryshme, deri në vitin 1994. Po kanë qenë kontributet e shumta në periudhë kohore që... Atëre, në 17, nëntorë veç ushtëria shqiptare e Kosovës, dhe doli zyrtarisht. Nga lëvizja popullore, LPK-s ajo se quhet edhe tani më bën LKÇK-ja. Duke vepruar dhe uniformën e parë, e kom vesh për herë parë me dalë kështu me uniformë hapta se kishmi në ato në 3 janar 1998. Edhe nuk e kom vesh ende. E boj me krenari uniformat si mision veti, si luftar, si këto, kun kalun faza ndryshme, pa kërcyer as veten, as familjen. E gjithë familja ka qenë e orientume edhe me dhëmë ato që ka mund që sot gjithë tjerë. Faleminderit nderuar për këto informata shumë të bukura edhe të sinqerta dhe drejt për drejt nga vetë autori për arsye se kjo është e rëndësishme që të marrën informata nga vetë njerëz të cilët kanë përjetuar momentin dhe mos të flasin tjerët për ne. Dhe në mënyrë më sinqertë dhe më drejtmënshme. E ceket uniforme që ende nga që edhe një fëmi jam shumë i vetëdijshëm unë, po të tjerët nuk e din sa je e kurrështar dhe sa je i kujdesshëm për vlerat e luftës, çka do të simbolizon në aspektin e luftës për liri edhe vlerave kombëtare dhe të etnisë tonë, je edhe po ashtu edhe një grumbullues i shumë artefakteve dhe kostumeve të ndryshme dhe shenjave që tregojnë një histori të tonë, po këto do e bisedojmë në një moment pak më vonë. Do kërkoja për teje që gjatë periudhës së shërbimit aktiv në luftë për liri, në 88-99, çfarë momenti do shkputje për të na treguar neve dhe gjithë shikuesve tonë
që jam shumë i vëdishëm që ki momente se shohëm shok tonë që është dasht për të sakrifiku veten, që the dhe ti nuk e kemi kursy veten në asnjë moment, për me vu veten para vdekjes, me arsye mi dalë zot mbrojtje të qytetarëve, të cilët kanë qenë civil, pa uniformë dhe të pambrojtur, jashta mbrojtjes ushtarëve për liri të Shqipërisë. Po, zotëri, është interesante këto se njeriu gjatë periudhas ku kalon edhe mësohet, edhe atëre kur mësohet me veten dhe bindet se me të vërtet është i duhur për ato. Unë qysh thash në periudhë edhe kur më arrestuan edhe më burgosën si veprimtar i çështjes kombëtare, edhe i thirrën 3 shkronjatar të Shqipërisë për arme, mbajtje pa leje, edhe ishte shtatori i 94-s. Pos ata që e kanë përjetuar e din rrethimet e tyre se, thëmë sinqerisht kërkëshin ato arme që i kisha vetë, nuk ishte problem se ishte në pyetje familja mos të rrezikohen. Po i kërkëshin do arme të prindit që ati ja kishin kërkuar shumë më herët. Edhe maltretun ditën e parë, ditën e ditë, thonë, ben shpeje i tregoj prindve se prindi o prind, po unë e kom shujt baci gjem. Është rana shoqërore për te prindit. E i thonë kësi është ajo që po kërkuat. Unë nuk më pranua gjë, po këto po thomë që nesër, mas nesër, çka do që të vjen, ata i kanë metodat e ujbe, po nga unë s'ka do gjallë. Edhe duhet mu në e kish me familjen mbi gjitha që mos të rrezikojnë më shumë te familja, se mu i ke edhe u prit kjo gjithçka, po ne çka mundem me bo. Ose t'i vuj pasojën. Për atë dytën ditë, s'ka atë, tani kanë kërku me ja dërzu, nëse ku më dërzu se s'kishka ato, edhe për fund, kanë pidu ato maksionet e veta, ato metodat e njerëzimit, sa që kanë kry punën e vetë ata, mu kush ka dalë pija, të më kisha mbeti qësh në dërdanim që to, po pa vedije, sene, e smarën edhe e shohën, po më thot ajë që metoda, që thot, pse bre djali, thot, djali mirë ka shqeri, thot, po një hekër, po një alme, me pru vendin këtë gjenin. Po më ta thjeshtu, se me të bindë. Thot, po ajë, thot, i kishte radion në dorë, radiolidhin, thot, ajë që e ka posu ku qitë radion në dorë almen tonë, që e ke përdorë, thot, thëm drejten, shoqë nderuar e vëlla, një darsën është me. Edhe emocionet e mëdha ato që ka lidhë më gjujton atë nuk është që se kom bërë. Ka qenë tradite jo në momentin saktuar. Po, ishte dorës me ati zotnizë. Edhe që ishte keq për me thonë, tani ai u fokusu edhe ka cek me emër që piloni është. E ka deshifruar. Ato. Edhe e thom ato, u maltretu familja jonë shumë, so që 3 stacione, nën stopashën, 9 herë kanë marrë bobën djerë, edhe nuk kanë mujtë me marrë shoq asnjë informat. Asnjë për informat, po asnjë sent të na qoftë as vresk. Se po të dhe i ke diçka tani u luftë shumë. Edhe në fundit, i thot ai inspektori Vaci Gjem thot, po ta thëmë unë, thot, por kësh qip mirë. Këto ma ka rrethuj bova, thot. A besot ti, thot, në zote, në familje, në djeve, në fëmijë, thot, po. Po te di, thot, sakt që e ki ato. U lypke një arme e Gjermonit, një revolje, pallaberi Gjermonit me rota, të ishën kështu. Thot, po, maja, thot, bravo qupë, thot, se ke dërzu, thot, se ke, thot, veç, mësuj që se di që e ki. Edhe prindi atëre tha e po që mu, nuk o, thot, po, thot, qashtu orë, thot, po, ka post një shprihë, dhe ke kralë asmëret që merë për meja orë, mësë kom që s'kom, mësë prodhojone. Këto u tani dalin aty rrek, unë e fillova veç në rrati i mon. 3 vjetë, kom qëndru të dojt, jam nipi pacovve, nipi Shabon Halilit, aty ku borojnë kretë pacovë që aty e kam qerdhen, nëna
vjen për asoj familje, ku mnajt deri tëm tetor 1900, në realitet 9 orë, kur u dul publikisht u shekeja me 27, atëre kom dal hapër, u shkëndor edhe lirin, unë e kom përjetua ditë, ta thëmë sinqerisht. Liria, po. Për gjithë shqiptarë, për gjithë ata që gjaku i ka vlume për venat e tyne, dhe më thonë e moment ka qenë emocionu dhe motivus që ky është momenti për dalë edhe për thonë kontributin e tyne. Tani fillum organizimin, fillum lëvizjet në treshe, të ata dje. Të na u konë edhe është një karakteristikë interesante se ne aty jemi të ardhmë në gjithë, jemi shpi edhe 15 orë. Komandantën e veç e kishme testum se ishte i burgosën e hershëm politike vite 70, edhe në ka thirë, edhe në ka njëftuar se ne po filloj lufta këtu, çka ne mujmë me bo. Mos na bje rasti, mos na ndodhë rasti dytë se o konë rrezike që edhe neve me na ndodhë su konë prekaz jashara. Aty edhe sot do kush një diçka e mirë që thirrët zllashet, thirrët prekazi i dytë. Do u bë rezistencë që sheret, u bë shumë e postra dhe drejt, edhe nuk ka pas familje 36 familje që kemi qenë tash shtëpi edhe 5. Edhe që që ka përgjigj me gjitha ato që ai kanë pas i në kont shërbim të dhe. Nuk ka këgjinare. E formum atë bazën, e formum shtabin e brigadës 153 të Shekës. Unë isha këtë pjesën në krahën e djathë tash i bjen për shtabit, këton për lindjes, edhe e bom bazën e familjes, edhe të të dho baza e prekarajgjë. Por hirë të asaj të respekti që e kisha por me Gjen Shaban, që e kemi qurë për Shaban për Krojën, por me abon e me dije se një patu, prap nuk e shumë vatrën tëne, prap këto është baza e... Dhe pesojnë amanetin në vend. Pesojnë amanetin. Tash, unë jam veti 5 vlla, vllavi Bokën në kanë dru jetë, dikun pa imbush 20 vjeqare, 4 jemi luftar lirie, unë edhe invalid i luftës. Djali Adës që ashtu është edhe Skëndere, Kyshën, prind, po. Nek u interesant se njeri ju aty ku rridet e jemi frymzuar me frymen e prindit. Prindin rrjedha ma heret, e na i përvojshme do arme i testashme e kish pas më dëgju në atën. E po në thot, more djemë, thot, do kriz me njëfta, po ku ketë ju të ke dhe po më dërty, thot, sa bërma, thot, që tonë me thase njëva. E vëtë jemë, më thot, po që u të keshon e së shpeki. Edhe po e ko shumë marak norme, edhe, po, sa birë, thot, po. Po të thëmë, tha një, thonje kështu, sa mere. Ishala, more zot, ju radhit një mirë, rështoni mirë, reshti një. E nuk e keni ju fatin që kemi posna. Po kësoj radhe, tha, po besoj që me vërtetin. Aty më keni. Edhe gjithë që është e emja, është e juve, edhe mos kërseni kur gjo. Beshe rune, vetën rune. E tu na është të më drejt edhe tradite veni, besa, një, s'po flasëm, mikpritja bujaria. Këto i kemi psikolog, i kemi trashëguese edhe i kultivojmë sot ditë. E tani përgjësit, fillon përgjësit, fillon skuadrat, fillon togjet, fillon kompanin, batalionet, brigada, zona edhe këtu. Është shumë e kuptueshme për ne që kemi pas fatin të përjetojmë dhe jemi gjenerat që i kemi përjetu këto ngjarje, si ju që keni qenë aktiv, si qytetarë të cilët kanë qenë civil të pambrojtur dhe e kanë qenë heron më të mëdhaj ato familje të cilët pa armë në dorë dhe i kanë qëndru, kanë qenë qëndresë e madhe dhe nuk kënë kështu ka shi forca edhe gjithë aty në masakrave që ka bo pushteti asaj kohe.
dhe është mundu të ruaj vendet e veta dhe pragun e derës. Falë organizimit familjeve tona, si që të seke dhe ti, me gjithçka që kena pas kapacitet, nga me vogla deri te më organizimi i moshëm që ka mujt me kanë, nuk është kursye asgjë. Është shumë e vërtetë kjo punë dhe për këtë arsye kjo na ka marrë, domethënë, na e dim shumë kjo është që lufta që është bërë në Kosovë në vitet 98-99, as pak nuk ka qenë e barabartë me ushtrinë e organizuar të asaj kohe, që kemi pas armiq. Mirë po, vullneti, dëshira jonë dhe ideali jonë për shka kemi pas misionin ka qenë më i madh, edhe kjo na ka marrë gjallë edhe të guximshëm. Ma thuj një moment caktuar se si arritën prej forcave të familjeve tona, që çdo familje shqiptare kanë gjithmonë në vetdijen e vet i përgatitur për një ditë dhe është mundu të jetë i përgatitur dhe mos të jetë befasi. Po në formë frontale kur u hap lufta, si është organizu, si është puna që të kemi mundësi të mobilizohemi për të dalë përballë asaj force ashtë madhe. Po mirë, ne aktivitetet kemi filluar qysh herë, gjatë viteve tonan në përgëllak kanë filluar ofenzivat e para, apo kanë filluar që thënë grupet e para duke vepruar, duke sulmuar, se ne kishme zonë përgjithësisë edhe Prishtinën. Gollake i ka 36 frata që rrethojnë me Prishtinë, apo tonë. Se kishme pjesën e Prishtinë, kishme teritorin deri në këtë pjesën me Lipjan, të në Redimja, e kishme me unën e Juve ka obligjin e për Kosovën. Këto nësë po flasëm besa të shale e Llap e Gollak e Karadak. Tani tona nuk ishte veç ajo që ishte formume puna e brigadës tonë, kishme punën që kanë qenë edhe shtobe tjera, ishte edhe shtobe i Karadakit, që formuan në bazën apo në shtobin e brigadës tonë. Ishte edhe Guerilla Via, ishin edhe pjesë tjera djelte lëvizjes me një fjallë, lëke që këtu krejt të këtërten erdha ajo që u shkrin gjitha në një emblem edhe një qëllim për bashkë. Këto fillum atëre duke e zgjeru terrenin, duke i zgjedh jam të ishin me provoj, edhe duke me dëshmu edhe me dhonë diçka që unë jam i gatshëm për këta, ishin aksionet, ishin senet, ishin detyrat, përgjegjësit për të drejtën, nuk ka qenë edhe letë me pëmoni përgjegjësi. Shoh komandanti i skadrës, se jo me komandant bataljoni që është isha, po të thëmë me sinceritetin më të madh, ajo detyrë që mu ka dhënë, jem përpjek edhe jem mundu me mbajt, me krye, me sinceritetin më të madh. Nuk e kom kërcy vetën. Unë aty ku kom vepruar, nuk e kom lënë ushtarin pra pa vi, po kom thonë, shkojmë, a jam smi. Kur kërset fushka jam, ju atëre vepra. Ngjarja e parë e cila që kom dalë nga Prishtina, po me vepru me shkuën Shalë, se kishme zonën, shtabi zonës ishën Shalë atë, i Shalë tani për me ranë Llap e tek, me i marë, ka qenë diku 13 shtator 98. Ishme ma të uniformat e zeza, thëmë sinqerisht që sot asoj dite e dua të uniforme edhe e kom, se ishte uniforme e parë, se dhe kisha vesh, petk e trupit tonë, pas veshje kombëtare që i bajshëm atës, se babgjyshi ka përfundu në vesh kombëtare, të më drejta. Në ato senet e veta që jenë kanë karakteristik e një malësorit në Gollakët, se ne e kemi bërë ngjyrën e zezë shumë, edhe ngjyra e ballë. Ashtu se kja ka plisi i barë i Rumullakët. Edhe fillon aktivitetet duke i marrë detyrat, duke marrë përgjegjësi, duke formuar batalionet, duke shirdu të terreni edhe vim. Fatmirësisht që ishte një njeri i cili kishte edhe njohuri politiko-shtarake, kishte edhe vizion edhe bashkëpunëtor e mirë, edhe gjithmonë tu na motivua
tona thonë, tona ne jemi ata që dojnë ta mujmë armikun. Kuptohet me çfarë qëllim, po ne nuk do Qëllimi, do të pranojmë kurdorëzimin. Mbrojtja dhe liria e popullit tonë, ajo që neve na ka munguar si çdo popull tjetër. Kjo ka qenë misioni jonë që na ushtarët dhe gjithë kontribuesit ka dhënë maksimumin për të ndjetë lirë, për të frymëruar lirshëm dhe mos të nuan drejta të cilën e ka dhënë vetë Zoti. Andaj siç e thekët, organizimi nga ma e vogla deri te grupimi, edhe këto organizime janë bërë pak a shumë edhe nga tradita tradicionale jonë, sikur familja organizohet, për arsye se ne kemi filluar gjithçka jo mënyrë të organizuar, s'kemi na pas kushte të jemi të organizuar sikur armikun që kemi pas përballë. Po nga vullneti dhe nga dëshira, do të thonë është ngjall dëshirat e shumicës ose të gjithë popullit dhe pa dashje dikush duhet të marrë një përgjegjësi në grupim. Pa dashje, do të thonë siç e këtë dhe ju që përgjegjësisht u kanë dhënë ke kryer me shumë dinjitet dhe me shumë përkushtim. Kemi edhe pasqyrën memorien tonë sa ka qenë shumë pedant edhe gjatë kohës luftës në mbajtjen e uniformës dhe çndrimeve që ka jap shembull për një ushtar se duhet të çndrojë dhe duhet të jetë i dinjitetshëm. Po qytetarë të nderuar, po drejtohem, ne po bisedojmë thjesht me treguat anën sinqert, humanën tonë njerëzore që ky popull dhe këta kontribues për liri kanë dhënë gjithçka për qytetarë, për lirinë e popullit dhe dinjitetin e tyre, që në asnjë moment mos shkelet dhe mos përbuzet. Andaj, sot në liri që po bisedojmë bashkë me Isën, mikun ton, shokun ton, e kemi të domosdoshme ta ritheksojmë, ta kthejmë një memorie të asaj kohe. I nderuar miq, ke një moment ku mbrana vështirësive, se dhe lufta i ka dhe pjesën e fisnikërisë, dhe pjesën e bujarisë, dhe pjesën se në mes hidhrimit është edhe gëzimi, është edhe krenaria. A mundesh me nda një moment të shkurt, sado e shkurt, që sado që keni qenë në situatë rrethana të padëshirueshme lufte, ka ardhur shprehje një element bujar, fisnik, që ju ka ba qoftë shokëve, mes shokëve për të ndjetë lumtur, për të ndjetë gëzum, një moment gëzimi ose argëtimi për të një gjallë edhe krenar për atë punë që jeni të bë. Po kam shumë kujtime, shumë rrafime. Jam ai personi që kom përjetruar 3 ngjarje me në vitës. Kom qajt, kom qesh, edhe kom kënu. Kom qajt atëhere kuptohet se qanë se është vështirë kur të brahat shoku i pranë. Edhe kur sekundat edhe e jetës e tina, sot amanet luftën bardane. Mus me shani mu. Kuptohet se komandonte i për ushtarin është sokur prindi për fëmijëve. Kemi kënue atëhere kur kemi kryer mas beteja ose mas se kryshmi për shemë një aksion apo beteja që kishin mbron për kuarshme, vetore të reja, tani edhe Kriske edhe Sharkia, Sene, ka pas mesin e luftarë, gjithë kanë ditë me këndu. Gjithmonë kanë ditë. Edhe kanë me këndu sa të jeni jeta. Ajo që na bëj se kemi pas, thëmë edhe si him, kombëtar animuj Shqipëri musliman, ato e kemi kënu çdo herë, edhe po kemi pas edhe humbja tëmë, humbja shokëve ajo që më ka godit më. Tani ka qenë shoq që e kemi pas edhe një farë rregullore që mos me lëmë, shemë unë bete e 4 vlla, kupton? Tash do kemi mi shpërndarë në batalionet apo në kompanitë ndryshme,
por mos me konë atë Të se mujnë me ra... Të gjithë një vend, një pik, një rrezik, Po, një mos tragjedi. a ditë ti kursejmë. Tani kemi kursiju dhe djemë të ri që ka pas pjeshtarve, që i ka prit me ditë dhe këtë kaq kohë, vjone i mbushit 18 vjeçar për me armë. E kjo s'thëm që na ka bon me përjetu këtë ngjarje me nënatitës aty. Ajo me rona që kishte ne kemi pas edhe kemi pas qendrën servitorat, kemi shkolluar, kemi trajnuar gjenerata me 10 gjenerata. Ishin ata ushtarët që kur mbarojsh s'kishme armë mi u dhon. Mi furnizuar. Edhe kjo unë kam marrë këto edhe nuk kthehna. Kam me armë asjusht, deri se prap s'ka. Edhe kur i pash me ushtarët të thejnë me lëtësi, po thëmë drejtën që ishte e rona jo, e ata që e kishin atë idealin kështu thëmë, bi gjitha, i bëjshin ormet. I bëjshin ormet edhe arket e që dola këtu edhe s'ka pas. E aty tash e pa isha unë që ka dhe thëtë, nuk ka qenë, lutëm, veç pa këtu, musha. Po, Te luftari mush nuk ka. nuk ka. Luftari lind, del, ajo të me drejten edhe banë. Po, kemi përjetuar në ngjarje që me thëmë pos ata që i kanë kalu në depoza i dinë. Gjithsesi, ceke shumë mirë dhe mund të rinë ngjarje me anaditës, gëzimi, hidhrimi dhe krenaria. Një detaj që më nxite me të bë pyetje nëse me ritheksu, ka qenë shumë evident ka qenë fakti që njerëz me përgjegjësi që kanë qenë të radhitur në udhëheqjen edhe drejtimin e ushtarëve poleri, kur ka pas momentin e regrutimit ose të rinjve të cilët janë interesuar më radhit, kur kanë ditë që i takojnë një familjes apo është i hastretit, e janë munduar me përdorë një logjik ose një politik në heshtje që ti nuk bën të futesh ose duhet të kursehesh ose për shkak që mos mushu brezi në atë familje. Kemi informata domethënë që kanë ndodhur këtë gjëra. A keni një rrëfim? Unë e ka pa pos fatin me më ra Shqipjes ajo, me më ra hise që të në popën, i kom pas 2 djemë që kanë qenë vetëm të vllazër, e tash janë dëshmorë të kombit, janë heroj të kombit, i përjetshëm kujtimi, njëri ka qenë Sokol Sopi, është djali i profesorit Mustaf Sopi, që kom pas edhe unë profesor vitet 84 e tutje, edhe i tjetëri ka qenë Agim Rahim Prestreshi, është i Mazgitit, por të jeton në Prishtinë. Vinë ata, edhe ne kemi kanë kategorikisht mi kursye të djemë. Pse ishte mundësia që kish mi djemë shumë, po frymëzimi dhe ideali i tyne ka qenë kjo. Ne jemi ata bet e këtij populli që duhem të kemi hisën tonë, të bojmë të epëm në ato që ka duhem. E dim që ka regla, e dim që ka disiplinë, po mos na i mohoni këtë drejtë. Edhe armja e jonë duhet edhe dëgjohet. Po thëmë sinqerisht, armja tyne në ka godit mo pikërisht si komandant i batalionit, e shok tjerë e komandantin e brigadës, fatmirësisht tani kishme edhe komandantin Adem Sheja në që erë, edhe ju bashkan gjithë, sidomos brigadës tonë, që i dha në gjyrë, edhe i dha atë epitetin gjithë kombëtarë. E kemi përjetuar, thëmë, një ndjenjë që jashtëzakonisht e veçantë. Po të djemtë e vetëm ka qenë ajo se e thot ai. Sokoli i thot Bobës se e pruni Mustafa, edhe po i thot ndëgjo thot bab. Se i thot komandante ishte kategorikisht. Në këtë moment tha më shumë e dua Adem Shein dhe se sot. Adem Shein tha, ka orë.
gjatë ka udhëtu, tha, nuk mund të alohet. Po thëmë sinqerisht, ajo që i bon e sot janë familjet e tyne, i vizitoj, se ashtu ja ku më dhonë veti detyrë që ti vizitoj ato të tjene. Po thëmë, ato momente, asa janë krenari, asa ka dhimen, sidomos për vjetore. I takojnë ofenzivës pritët 99. Me gjithë lavdi për gjithë ata të cilët dhanë kontribut dhe më të shtretën e tyne për që na sot takzojmë lirin dhe gjithë brezat takzojnë lirin dhe për këto rrëfime shumë të mira. Kisha pas dëshirë pak se po shohim drejt fundit të emisionit. Na lidh pak edhe pjesën e pas përfundimit të luftës, se si u organizu jeta jote, si u radhite, si u gjinde dhe deri më sot, familja, në pika të shkurta, për arsye se e shon unazën tonë në dorë dhe i shoh disa simbole që e përshkruajnë në rrugtim. Unë thash që shpëllimi isha djalë i madh në familje, edhe unë gjatë luftës nuk kam qenë i martuar. Unë martesën e kemi bëhe me 26 qershor 1999. Zdash. Edhe isha në lidhje me nusën që kam sot, përmes shokëve të luftës, të legalitetit. Ata ma patën propozua, ishte një ndër, ata që ishte iniciator, ishte një daj jemi, që e falenderoj shumë, edhe kam derin që ta përshëndes publikisht këtu nga kjo intervistë, se ka qenë ai i cili e ka qelluar aty. Që jemi njës? Po, do të jemi njës të jetën. Unë jam djallë që je kam në lindë për një prindi edhe një none, po i kam 2 nona, më kanë rritë 2 nona. Interesant, po, në djallë që e kam një babë edhe i kam 2 nona. Na i trego pak këtë histori. Arsyeja ajo që ndonë që baba jam, i njeri ka pas 2 nona. Ajo nona njeri që i thëmë, në ato s'ka pas smjeq, edhe tani kur e ka mo nonën tem, unë e qyshe një nonën tem e një dhe ato. Kanë rrej dyja, kanë respekt. Kjo ishte ajo arsyeja që migja e kishte djalin vllazit u martun, ma heret ata i ranë sen e tek, edhe migja po më thot, birë, kemi një qartë madh aty të shtëpia në Zllash, edhe sot është, po më pyeta sa vjet i bone, po i tregoj shmi gjafër që aty 30 jam. Kur i kum pas 30 vjet i martune. Ishte djali i tina në shku me këshyra, të shkëshin me këshyrë, një vajzë tek aty. E po më thot i shodhas bota, te i kur, thate mo. Shumë i që unë i martum jam, po, unë e thash i më martum, po, është nuk. Tha, me mu po bajore, thash jo mishë. Nusja, edhe më këtu thash, nusën e shet, thash ma vonë. Edhe isha aty, e nejse thanë, zbërë në shumë erdhen ata, kishin kry puna atje, ti birë madhë kësoj, se është në gjore e jenë, edhe në bromja, bishna në uniform automatiki. Po, aty edhe po shkoj po i traka studera. E ka posë me Recep, Recep, bile, po i thëmë këtu shkollë, ka përgjegjo, hajde mirë se vjene, ka posë atë shpreje. Dilë thash më në burë se ta këm për nusën që lypshe. Kur më ka posë, thëmë nikë për të por, ka birë, a qështua? Ashtë qështua është. Tash llogarit çfarë emocione ka qenë, tash kjo është. Tash po të thëmë drejtën që edhe ato kemi boni. Shok tash e kanë pas për obligim, edhe kemi pas një si moto që të bojmë një darë së ngëlla. E si dhe mos në Zllash. Më kanë përgjigje mu. Fakti për këto edhe dhe. Tani si familje, kjo ka qenë mes nesh edhe së gojeve të Grabovcit. Mishtë në respekt. Po, ai që dhe ka qenë e ka vëheq këto ka qenë Arletin Skojeva.
Komandant Dini, Komandant Dini që po, e falenderoj. ndërime dhe lavdi për veprën e kontributin e tij. Shoq i mirë, i dashur, i respektueshëm, gati 2 vite në luftë, ai më ka njoftë si is, unë se din edhe s'kemi pa, po kur ardh puna, kur i medale ka ardhur na me marrë informacionin se kjo po të them, ka qenë ajo kështu, edhe po i thot komandantit që te bimi, si sharp me më pyet për mua, po ai më ka njoftë se emrin e vërtet, thot më gjeta që të par komandantit, thot se si mos ma gjosh ti shoq gjeton në ngëllak, nuk i njeh për njerëz, edhe ku pe bëj me nuk po del më rëllok. Edhe tani, si e qumë gjatë thëmë, po qaj gjatë që je të kërku unë jam, fol burë të presin. A të kishte njohë si ushtar, si bashkëpunëtor, po s'kishte njohë që ti e dhëndrë e Abedin Sëllerës Dini. Edhe po thot te kisha ditë këtë punë e kisha kryer atje si share. Hinin mes meje, edhe komandantit gjeneral Fatmir Supi, pe thotë Fatmir Supi tha, a pe di tha që nga ky moment adrenis edhe gëllak tha u bon lesa. Edhe krisi, ajo për hajrimi e sene. Është e kjo. Rrëfimet të cilat me ditë e me natë me tregu, kemi shka tregojmë, do të delin edhe filmat e metrazhet të gjatë, edhe shumë interesant dhe me shumë kuptim. Ju keni fëmijë, sa fëmijë keni, a janë të shkollum, edhe si e përjetojnë ata kënë ndjesin e të qenurit fëmijë të një veteranit e luftës dhe invalidit të luftës. Ishte ngjarja tash e filloi martesa jonë me shukurizuan shtator 99-ën, edhe fillum atë jetën bashkëshore si 2-3, 2 pa puna, 2. Nusja jame është vjen nga një familje që kanë me tradit shkollimin edhe është që shkolluara. Kishe përfunduar mjekësinë atëre në to edhe na ishte mundësia për me apliku dhe për me bashkangjitë. Fatmirësisht me pëlqimin e miratimin e komandantëve dhe shokëve që i kishme në për spitale, aja filloi jetën si një premiere, edhe sot asoj dite është duke punuar një premiere, po motër si e kanë titën më të bukur që i takon, punon është pjesë e neurologjisë, spitalin që në qendër që po dhe Belpër. Unë atë nuk e përfundova, po e vazhdova jetën ushtarake. Sikur ajo e cila aty përfundu misionin e ushtrisë qendrore të Kosovës me 19 shtator 99-ën, kalum trupat mbrojtja të Kosovës. Prap isha aty në kazernën Zari Pajaziti, si oficer për marrëdhënie ushtarake civil. Kisha aty edhe kom përfunduar, edhe kom kalu një pjesë e jetës aty, 2 vite kemi punuar pa lekna. Vitet e ishin ato veç, po thëmë 99, të reorganizimit dhe neve na kanë mojt popull, nuk na kanë lënë, po thëmë sinqerisht me hjeka ato, shoqja filloi e tek, e fillum, vitin 2020 që shurë 2000-ën, na dhuroi dhuratën më të mirën në madhe Zot. Djalin e madh, shqiptarin e gëzon, ka qenë një ngjarje, diçka një përjetim, si isha prind për herë parë, po diçka që kam lidh me këtë temën. Jeni prind gjithë edhe e kuptojnë çka do të thotë prind. Krejt bota mu ka sjell, edhe emrat e krejt botës janë sjell kështu. Edhe u ndal, edhe u shkru me shkruajnë të madhe shqiptare. Edhe kjo është emri. Diçka që të ka lidhë gjithë jetën, diçka që të ka bërë mundi shqiptare dhe për atë arsye edhe me këtë ideal e hidhen në luftë. E kam edhe djalin e dytë mas 2 vjetë e kalin 2002 në Shqipërimi, që edhe ai e gëzon emrin që ja kalon 8 vetë me një fjalë, edhe është student i fakultetit juridik, ndërsa shqiptari ka mbaruar studentën, ka mbaruar është student, është jurist i diplomuar, moshën 23 vjeçare, vajzën e kem 2010-ën. Duhet
Ëmbëlsira, ti thëmë që diçka unë nuk muj me, po thëmë drejtë, nuk muj me paramendu jetën pa tonë. Po ndërprej. Jem një familje 5 antarësh. Po ndërprej, po emocionet që shoh fytyrën tonë nuk du me humb. Ky emocion që shihet në fytyrën tonë e përshkruan më së miri, domethënë vlerën që kjo liri që sot po jetojnë dhe po shijojnë në familjet tona, pikërisht për kontributin që është dhënë nga gjithë veteranët, gjithë ata kontribues të luftës për liri. Pra, kjo buzëqeshje i ka mungu popullit shqiptar me shekuj, me vite. Ku ka më mirë se sot na bisedojmë së bashku të buzëqeshur dhe jemi krenar me familjet tona. Lavdi edhe nderimin në përjetësi për gjithë ata dëshmorët të cilët e dhanë mas shtrajtën e tyne, po na kemi obligim që ta respektojmë dhe ta nderojmë vendin tonë, shtetin tonë, sigur që edhe gjithë qytetarët ta gëzojnë respektin dhe të kanë mirënjohjen për kontributin e juve si veteran dhe gjithë aty në dëshmorëve. Me që jemi të fëmijët, e ki një mesazh apo dëshiron me lani mesazh për fond, për publikun, për audiencën, që ndërlidhet me vlera njerëzore që takon popullit tonë. Të rinia shoh sot se ne fatmirësisht e kemi pas edhe kemi një rini shumë të mirë. Një rini me plot energji, një rini e cila është e shkolluar të thëmë ata, një njeri që shoh gjithçka që mund më arrit pa pas vështirësinë të mëdha. Një kështu që ne gjatë rrugtimit tim karrierën ushtarake 30 vjeçare, që për mu ka qenë mision, ta thëmë kështu, mision e pa ta mbejt e detyrë, kam qenë një ndër ushtarak më dadhum që më ke po në rrugën kazinë e më të petken e uniformen e një ushtarako që e kom prezentu shumë herë. Edhe ka qenë qëllimi jem kryesor, pa kursy për gjithë vetin, që sot që bojnë këti populli ushtrim. Kisha dosht që kjo rinia jonë të jep maksimumin në jetën ushtarake, se është nder edhe privilegj i madh kur i shërben atë dhejbë. E ne kemi fatmirësisht që shumë bija në bashkëluftarëve të mi, kolegëve të mi, vëllezërit të mi që i kam vëllezër të pushkës dhe gjapët, që fëmijët atyne janë të angazhuar o në polici o në ushtrinë e Kosovës. Ajo që i bon muni i mirë neve, kur i shohim fëmijët tonë që kanë arrit ato. Po ne more vëlla jemi ata që si kemi pas në mangë këto. Po ne kum lakmu thash ushtarin, kur e kum pa ushtarin e huj se jo ushtarin tonë. Ajo që mbon muni i mirë, po të thëmë drejtën se një ata është edhe vetë i ri. Po, qartë. 2009 isha në kazermen e vushtrisë, kalojmë aty kur ishme të e krye e trajnimet bazik, përse ke e ardhen rinia, ishin kyç për herë të parë në ushtrinë e Kosovës, edhe po i shqeqoj që shto po i thëmë shokëve ashtë. Për mua është... U arret kupolla. Komandante, po në vynë shumë të është, jo, këta, mas 10 minutë nuk i keni me një këta, që kanë më bo. Hina ata të beshën e të vlonë, të rrunë, të rrëtë, beshën e dhe, që takën, së dhe tuti une. Kjo që më banë mirë në knasën asë të krishtë, po neve në lypë që ushtarake do të me konë i vetë disiplina gjithkonë, si në shpesin familje, ajo që më ka shtije, më ka pru të thëmë për krahja familjes, që e kom pas shtyllën me frëmzusme edhe shokët, edhe komandante, që jam shumë falenderus, sa më dhe herë për generalin Fatmir Sopi, që gjithmonë e kom pas edhe kam krah gjatë, edhe kam këshilltarin shumë të mirë, edhe... E falenderojmë edhe na generalin dhe qytetarët e nderuar, as shpejt kalon minutat sa që kemi shumë për të thënë, po s'do ndalim me këtu.
kemi shumë edicione tjera ku do të rrëfehemi dhe do të vjen radha ku do kalojmë në serinë e dytë të rrëfimeve nga çdo njeri nga këta veteran dhe kontribues të Poliri. Por siç e morët mesazhin nga miku jon, vlla jon, prindi i 3 fëmijëve Isa, të gjithë rinia jon duhet të nderoj vendin e vet, duhet të jetë i vetëdijshëm që do të dhon kontribut për hir të as atij gjaku të derës në kontributet që kanë bërë të tjerë për lirinë e tyre. Andaj bashk mesëm dhe shnetshëm për Kosovën tonë. Nderuar, faleminderit shumë dhe me kaq pak kohë sa patëm i dham disa emocione për shikuesët tonë, për brezat e ri, të cilët kanë nevojë ta njohin dhe ta shohin në sytë e tyre drejt për drejti emocionin e atyre momenteve që ju i keni pasur gjatë përjetimit të luftës. Faleminderit edhe herë për mundësitë e gjitha, do të jemi në kontakte gjithë herë. Unë për fund thëmë lavdia përjetshme për gjithë ata që i kanë kontribuar, brez pas breze dhe kanë derë gjatë Polirinë dhe nder dhe respekt për luftarë shëndar, derimet më të mira pra dhe Faleminderit shumë. Shimin e edicionit radhës. Mirë pafshim. Sapo ndeshëm një intervistë shumë të frytshme nga Is Kelmendi, i cili nxorri nga vetja emocione dhe momente shumë të dinjitetshme, të sakrificës për qytetarët dhe me qytetarët e Republikës së Kosovës. Vlen të theksohen disa momente unike gjatë bisedës që i theksoi Isa, në veçanti ato që kujdesi për familjarët të cilët kanë qenë raste të veçanta, si djel Hastreti, si familje të pakta në mashkuj në familje, që për kujdesi për mos të shu familja. Andaj, nga rrëfimet e ushtarët të USQK-s, do të kemi mundësi ta dëgjojmë shumë ngjarje të rëndësishme. Bashk mesëm shnetshëm.